Jemi tek Ezekieli edhe lexuam nga kapitulli 14. Vargu jon, se neve do të kemi dhe njësimin, është vargu 3. Birë njeriu, këta njerëz kanë ngritur idhujt e tyre në zemrën e tyre dhe kanë vënë para tyre pengesë që i bën të bjenë në paudhësi. A do ta le veten të këshillohem prej tyre? Që në fillime, pra, me komunizmin ka ndodhur diçka interesante që të gjithë neve jemi dëshmitar dhe kemi parë dhe kemi dëgjuar ose prindrit tan mund ta kanë përjetuar. Është fakti që ata gjatë asaj kohe ndaluan xhamit, ndaluan kishat, ndaluan çdo gjë që të kishte të bante pra me Perëndin. Me mënyrën se si njerëzit kishin zgjedhur që të besonin, kishin zgjedhur që të adhuronin. Dhe megjithse koha ka vrapuar, pra, disa gjëra interesante që neve mund të vëmë re ose i kemi vënë re, unë kam nxjerrur disa gjëra këtu që kanë tendencë që të bëhen idhuj të zemrës. Edhe kur bëhen idhuj të zemrës, do të thotë që ti vendos si prioritet atë në vend të Perëndisë. Tu tek Ezekielin e lexuam pikërisht këto gjëra që Perëndia kërkon ty që ta adhurosh Perëndin me gjithë zemër dhe Perëndia do thotë tek Ezekieli dhe i thotë unë dëshiroj që ata thotë jenë populli im, jo me buzë, por me zemër. Paraja dhe ti mund t'ja dalësh. Më përpara në lashtësi njerëzit ndërtonin edhe idhuj, statuja të ndryshme për të adhuruar. Ata mbanin edhe ndonjëherë mbanin edhe hajmali të vogla, le të themi, ose gjëra që ata mund ti mbanin gjithkohës me vete, duke menduar që këto gjëra mund t'i sillnin fat, mund të shkonin dhe të ecnin përpara. Ndërkohë që në kohët e sotme, pra në 2026-ën, idhujt janë, le të themi, janë modernizuar. Kanë hyrë në atë kohën, do ta quanim gjithashtu, janë digitalizuar. Paraja, pra, është një nga mjetet, gjërat që ka tendencën që mund të bëhet është shumë e fuqishme dhe mund të bëhet idhullizëm. Punë pa pushim. Edhe të dielave, se s'ka rrugë tjetër, duhet të ushqehemi, kemi familje, kemi këtë, kemi këto, kemi shpenzime, kemi gjitha këto gjëra që neve na mbushi kokën, edhe na shqetësojnë. Edhe madje po të flasim me njëri tjetrin për disa gjëra që neve na shqetësojnë ose pengesat që na dalin, ne përsëri themi shprehjen nuk jam gati, nuk kam të shpenzoj për këtë gjë në këto moment. Kemi vënë re gjithashtu që në kohët tona, e duke dukshëm, respekt më i madh për të pasurin sesa për të drejtin. Kush ka lek, çan llokatën, leku hedh ujin për pjetë, e shumë gjërat. Pra, në vend që të bëhet identiteti yt, karakteri yt të jetë, le të themi, atë që të identifikon ty, por bëhet paraja. Kemi vënë re gjithashtu që kemi diskutuar dhe shpesh herë të tjera, por meqense po flasim për idhujt e zemrës, që bëhen idhuj, që ti adhuron këtë më shumë se çdo gjë tjetër, sakrifikon më shumë këtë se çdo gjë tjetër, edhe kjo të bën ty të mos jesh me Perëndin. Çfarë desha të them? Po të shikojmë, djalli nuk merret, nuk e vret me mendjen, nuk e shpenzon kohën që t'i mbushi mendjen njerëzve që Perëndia nuk ekziston, që Jezusi nuk është kryqëzuar, nuk është ringjallur. Por kujdeset të thotë të mbushi ty mendjen që kemi kohë. Kemi kohë
Unë këtë kohë nuk mundem që të fokusohem tek Perëndia sepse kam gjëra të tjera. Në këto momente unë kam familjen është një krizë shumë e madhe. Nuk kam kohë sepse do kujdesem për këtë gjë dhe këto gjëra. Ky mësim është për të na thirrur neve vëmendje, edhe neve të gjykojmë vetë, duke marrë fjalën e Perëndisë të krahasojmë. Se në fund të fundit ne nuk mund ta gjykojmë një person të themi shiko, ti ke bërë këtë gjë dhe ke bërë atë gjë. Por besoj që jemi këtu adhurojmë Perëndin me sinqeritet dhe me zemër, si ajo egjëra që është mbjedhur në tokën me farën e mirë, neve duam që çdo fije egjre, çdo rrënjë barishte të keqe ose ferë të keqe ta largojmë nga shpirti ynë. Pra, paraja bëhet siguri dhe bëhet identiteti. Edhe po të shikojmë në përditshmërinë tonë këta njerëz ja. Çuditërisht po bëhen ripa njerëz që kanë më shumë ndjekës në Instagram, njerëz që kanë më shumë shikueshmëri në Instagram dhe në TikTok, ndërkohë që e vërteta është ai ose ajo mund të flasë gjëra jo të hishme, mund të ekspozoj veten në mënyrë jo të hishme, por mjafton që e ka shikueshmërinë të lartë, edhe vjen pikërisht te kjo pjesa. Shiko, mjafton që ti bësh para, po fut lekë në shtëpi ti. Janë rregull ta, ka gjë, çaja bllokadë. Vazhdo përpara. Kemi dëgjuar gjithashtu dhe shprehjen ikja nga Shqipëria. Shumë njerëz po ikin, po largohen nga Shqipëria vetëm se kanë thënë të tjerë. Po ka shumë njerëz pra që janë në emigrim thjesht rrinë për sedër, sepse nuk duan të vinë këtej që të thonë që nuk e arrita dot, nuk ka mundësi. Ka njerëz që ja dalin shumë mirë. Unë kam edhe një shok tjetër në Gjermani që ai po më thotë me punën që kam dal kënaqur, por nuk është se kursej dot. Në qoftë se do marr dhe nusën që punojmë bashkë, do mund të arrijmë. Pra, të ikim sa më larg. Në qoftë se neve do të ikim larg Shqipërisë, atëherë çdo gjë do të bëhet. Vetëm të ikim jashtë dhe jeta rregullohet. Pra, ka më shumë lutje për viza se sa për vullnetin e Perëndisë. Një vend që zvendëson besimin në Perëndi me gjërat toksore. Presioni familjar, tradita. Shpesh herë thuhet kështu e ka bërë familja, gjithmonë. Unë, për shembull, nga familja jam i këtij besimi. Nuk e tradhtoj familje. Pavarësisht se familja mund të ketë një besim jo të vërtet me gjitha familja. Zgjedhja e traditës mbi të vërtetë. Pak më përpara po flisnim për mënyrën se si shqiptarët jetonin në fillim, jetonin të gjithë bashkë. Martohej vllai i madh ose edhe punonte gjithashtu derisa të martonte edhe më të vogël. Edhe kur vinte fundi nuk është se mund dilte edhe pa gjë fare. Pra do ndihmojnë familje. Njerëzit sakrifikojnë veten e tyre në mënyrë që të mund për mos ta braktisur familje. Edhe kjo pjesë ka anët pozitive, ka anët negative. Por ndërsa neve po flasim për idhujt e zemrës, shumë njerëz sakrifikojnë veten e tyre edhe për të larguar nga Perëndia, nga familja. Pak më përpara përmendëm paranë edhe emigrimin që shumë njerëz sakrifikojnë veten e tyre, kohën e tyre pikërisht për këto gjëra. Pra nderi familjes bëhet idhull. Shumë njerëz edhe rreth kushurinjësh edhe modra me vllajin, ku ngrihet vllai rre dikë tjetër që i ka gacmuar motrën, hajde të mbrojmë nderin, ndërkohë që motra i pëlqen ajo mënyrë jetese. Edhe në fund të ditës është pikërisht kjo pra që sakrifikon veten, po në kotësi. Nuk është se ka vlerë. Shtëpia, makina, statusi, këto janë disa gjëra që hyn tek pjesa e parans, domethënë, jeta matet me madhësinë e shtëpisë, markën e makinës dhe dasmën.
çuditërisht edhe këtu në Shqipëri, pra ata që bëjnë dasma, duan ta bëjnë këtë banketin sa më të madh. Zgjedhin sallën sa më të mirë, zgjedhin domethënë të gjitha këto detajet e dasmës që kalojnë çuditërisht të duket në mendimet e mia, sa aq kam hapin le të themi, vete dasma 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, 25.000 euro kam dëgjuar. Deri në 30.000 euro kam dëgjuar, mase mund të ketë ata që nuk i djeg xhepi fare shkojnë edhe akoma më shumë. Por ndërkohë që mund të investohet në diçka tjetër. Pra, garë në vend të kënaqësisë, imazhi mbi integritetin. Shqetësohesh sa më shumë të jetë e mundur për pamjen e jashtme, sesa për pamjen e brendshme. Ti shqetësohesh më shumë për të dukur, sesa për të kënaqur vetë. Ka shumë njerëz, e kemi parë edhe këtu në qytetin tonë, që jetojnë, bëjnë jashtë për të dukur jetë shtrenjtë, shkojnë në për lokale të shtrenjta, në për restorante, po kur vjen puna në shtëpitë e tyre kanë ngelur, le të themi, edhe me kohën e vjetër akoma. Nuk e kanë rregulluar shtëpinë në mënyrë komode që të rrinë rehatshëm. Por shqetësohen më shumë për çfarë shikojnë të tjerët, që unë jam i pasur, unë po bëj një jetë luksoze, unë nuk e vras mendin. Frika nga fjala e botës. A na shqetëson neve kjo se është turp, a na shqetëson neve kjo, dhe çfarë do thonë. Por nuk shqetësohemi fare Perëndia, thotë. Për shembull, shumë njerëz tani besoj se është prishur pak, por shumë njerëz akoma e kanë bezdit të thonë që unë po shkoj vetë që ta adhuroj Perëndin, po shkoj në kishë. Pra e kanë problem. Vendime të drejtuara nga çfarë do të thonë njerëzit. Jeton për miratimin e të tjerët, jo për bindjen ndaj Perëndisë. Pra, në shumë njerëz shqetësohen mënyrës se si e jetojnë jetën e tyre, se çfarë do të thonë të tjerët, a do ta miratojnë të tjerët këtë mënyrë jetese që unë po bëj, këtë mënyrë sjellje që unë po sillem, sesa të shqetësohen apo e miraton Perëndia, apo e pranon Perëndia këtë mënyrë jete, këtë mënyrë sjellje për mua. Kafja, rakia, kjo hyn tek burrat, këtu nerdhesh tek. Kultura e arratisjes. Jeta e përditshme në kafen që zvendëson qëllimin. Shpenzojmë shumë kohë në kotësi. Alkooli përdore për të harruar probleme, jo për t'i përballur me Perëndin. Shumë njerëz në këtë rast unë do të thoja më shumë hyn burrat, ka dhe burra meshkuj, pra që i heqin stresin e tyre duke folur me të tjerë, por ka nga ata që e kanë shumë të bezdisshme të flasin. Madje e kanë edhe për ofendim që të flasin për si thua, për dështimet, për pengesat, për gjërat që nuk i arrin dot, streset e përditshme. Është shumë e vështirë për një mashkull shqiptar që të pranojë të thotë nuk kam lek, pastaj kam gabim. Edhe shpesh mburren duke kush është me fjalë boshe. Kush ka më shumë, kush bën më shumë, unë se vras mendin për këto gjëra, as e diskutoj fare, ndërkohë që llogarit që ndarë. Rehatia mbi thirrje. Këtu çarlojmë pothuajse të gjithë që nuk është puna ime, nuk është detyra ime që ta bëj unë këtë. Po flasim për shërdesën tonë, për Perëndin. Gjithsecilit prej nesh, unë e besoj edhe shpeshherë kam theksuar këtë. Perëndia na ka thirrur gjithsecilit prej nesh, pra, që të t'i shërbejmë atij në mënyra të ndryshme, në përditshmëritë tona. Nuk po na kërkon që të hecim në shkretëtirë siç e ecën në kohën e Jezusit, por në përditshmërinë tonë,
në gjërat tona të përditshme ne të tregojmë që i përkasim Perëndis, ne të tregojmë që jemi të Krishterë. Imazhi në rrjetet sociale që përmenda pak më përpara. Postohet lumturi, shihet thyrja. Keni vënë re që shumë njerëz mburren me postimet e tyre që kam qenë të ky vend, kam shkuar të ky vend, kam bërë këtë, kam bërë atë. Pra shumë njerëz shqetësohen atë, çfarë po bën ai, si po jeton ai jetën ai, ua sa i lumtur po, ndërkohë që brenda në vetvete shumë njerëz është thjesht një fasadë. Kur ti shqetësohesh më shumë për familjen tënde, për kujdesin, për fëmijët e tu, atëherë edhe ajo çfarë është më e rëndësishme për Perëndin, nuk do të kesh kohë për anën e jashtme. Edhe djalli këtë përdor më së miri, më shumë se çdo gjë tjetër. Të shqetësohemi se çfarë thonë të tjerë, të shqetësohemi, të mburrim të tjerët, të mburremi përpara të tjerëve, të themi shiko, se çfarë po bëj unë, është ajo thënia që thotë, shpenzojmë para për të manitur njerëzit që nuk na duan me paratë që nuk kemi. Vlera matet me pëlqime dhe komente, pra tek këto rrjetet sociale. Sa shikime pash, sa lajka more, sa pëlqime pra more, sa komente pozitive more, edhe sepse më shumë është jashtë, se sa këtu në Shqipëri, po edhe shqiptarët kanë gjetur mënyrë që sa më shumë shikime të kesh, sa më shumë ndjeksa të kesh, mund të fitosh edhe para. Edhe njerëzit tani shqetësohen sa më shumë që ta kenë numrin e shikimeve shumë lart në mënyrë që ata të mund të fitojnë para. Pra do të themi gjëra që nuk janë në karakterin ton, por duhet që të mbajmë numrin e shikueshmërisë këtu lart. Shumë njerëz paraqiten në mënyrë jo të hijshme, pra ekspozojnë trupin e tyre, mjafton që të kemi numrin këtu lart, me pëlqime, me komente, pra me shikueshmëri. Identiteti online zvendëson identitetin e vërtet. Nuk je më vetvetja, ti bëhesh virtual. Në momentin që ti e keni vënë re shumë njerëz kanë më shumë fuqi ose kanë dhe më shumë guxim të flasin duke dërguar një mesazh, një tekst, se sa ta thonë ballë për ballë, sepse është diçka e thatë, pa emocione. Kur ti shikon një person dhe i flet, aty do të shikosh dhe reagimin e tij se çfarë i bëri ajo fjalë që ti sapo i the. Lidhje mbi karakteri. Gjithashtu kemi edhe këtë pjesë ku shumë njerëz kanë besim tek miku, kushëriri, njohja më shumë se sa te integriteti. Shumë njerëz sot me besoj që kemi shumë të theksuar këtë që unë kam mik X-in, kam mik Y-in, kam kushuri këtë, kam kushuri ata. E diti çfarë bën ai të kështu e ashtu, sepse ai nuk pyet as për shtet, as për policë, as për gjë. Është vetë shteti. Mburremi me të tjerë, ndërkohë që nuk shpenzojmë kohë, ta rifrazoj, nuk shpenzojmë kohë që të ndërtojmë identitetin ton, por marrim identitetin e të tjerëve, hua, për të mburrur tek të tjerët. Fuqia njerëzore mbi drejtimin hyjnor. Pra, njerëzit bazohemi tek fuqia e njerëzve sesa tek fuqia e Perëndisë. Unë kam vënë re, të tregohemi sinqert me ju, për aq kohë sa jam shqetësuar që nuk kam mundësi, nuk kam para, nuk mund të bëj dot atë gjë, nuk mund ta bëj dot këtë, nuk jam gati, po ja them me sinqeritet plot, me të vërtet nuk kam qenë gati. Me të vërtet nuk kam pas para. Edhe janë të njëjta të ardhura. Nuk është se po më bie diçka në çantë nga qielli. Por tani tash më kam thënë edhe e them që ajo çfarë është për të bërë do të bëhet. Edhe me këto që kam,
unë do ta bëj. Nuk kam më kthim mbrapa. Dhe Zoti i ka bërë gjërat mbar edhe ka siguruar. Nuk e di mënyrë tjetër të them. Në sinqerisht se kjo mund të më dëgjoni nëse unë do të bie do të jemi dobët, sepse ka edhe ato momentet e mia që do të them nuk ka mundësi, nuk kam para, por sot ajo kur në momentin që unë kam thënë Zoti do të siguroj, edhe e kam thënë me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë qenien time, Zoti me të vërtet ka siguruar. Nuk më ka lënë. Të them me bindje të plot. Nuk jam për të mbushur mendje, por jam që të them fjalën e Zotit ashtu siç është. Edhe fjala e Zotit ka vepruar. Edhe në qoftë se neve duam që ta kemi Perëndin në anën tonë, Perëndia është në fakt. Por duhet ta lejojmë ne që të punojë dhe të veprojë me ne, për ne. Në qoftë se neve nuk e lejojmë Perëndin, atëherë Perëndia, Romakët kapitulli i parë aty thuhet dhe Perëndia hoqi dorë dhe njerëzit u dhanë. Unë e shpjegoj në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme. Le të shkoni pak bashkë me mua tek Romakët. Romakët kapitulli i parë, nëse s'gabohem. Vargu 26. Po të fillon që tek 23-shi, ndodh kjo pikërisht me idhujtarinë e zemrës. Vargu 23 thot: dhe e ndërruan lavdinë e Perëndisë së paprishëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të një njeriu të prishëm, të shpendve, të katërkëmbëve dhe të rreshqanor. Pra me çdo gjë që preket, e shndërruan Perëndin. Dhe çfarë ndodhi? Vargu 24. Prandaj dhe Perëndia i dorëzoi ku? Në papastërti, në epshet e zemrave të tyre, për të çndëruar trupat e tyre në mes vet atyre. Çfarë po ndodh sot? Pikërisht kjo gjë. Me epshet e zemrës mishore, njerëzit ekspozojnë veten e tyre, mjafton që të kemi para, mjafton që të kemi fuqi, mjafton që neve të jemi sa më mirë, kemi gjërat më të shtrenjta, kemi makinat më të shtrenjta, kemi telefonat më të shtrenjtë. Edhe Zoti tha, mirë, dakor. Vazhdo. 25. Që e shndërruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan e i shërbyen krijesës në vend të krijuesit. Kjo është pikërisht çfarë po ndodh sot në 2026. Dhe në 2025, por dhe sot e kësaj dite njerëzit kanë një lloj dëshire të smur për gjërat mishore. Prandaj Perëndia, vargu 26. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasionet më të turpshme. Larg qoftë, ka erdhi dhe këtu te ne, miratu dhe ligji, sepse edhe femrat e tyre i shndruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës, në të njëjtën mënyrë burrat duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin duke kryer akte të pandershme, meshkuj me meshkuj, duke marrë në vetvete shpagimin e dur për përdaljen e tyre. Kjo është çfarë po ndodh. Ky libër në shkruajtur 2000 vjet më parë, por është shumë aktual në jetën tonë përditshme. Ne mendojmë që jemi modernizuar, ne mendojmë që jemi emancipuar, kemi arritur përpara, por ka ca gjëra që nuk duhet të ndryshojnë asnjë moment. Edhe djalli pikërisht këtë gjë po bën, duke shtirë në zemrat e njerëzve këtë që unë kam drejtat e mia, unë e zgjedh jetën time se si duhet ta bëj, se si duhet ta jetoj. Por kjo është kundra natyrës së Perëndisë. Dhe Perëndia tha, doni, i dorëzoj. Desha të gjithashtu të theksoj dhe faktin, në momentin që neve lejojmë Perëndin që të jetë Perëndia ynë, i zemrës tonë, i familjes tonë, Perëndia vepron, Perëndia punon, Perëndia bekon. Por në qoftë se ne luftojmë me dhëmbë e me gishta e me shpirt njerëzor, ne nuk do t'ja dalim dot kurrë.
Sepse siç e dim ne është e vërteta, neve themi ka peshkaqen aty për jashtë, që na shyn. Ne nuk mund të luftojmë dhe të matemi me ata njerëz. Edhe kjo është e vërtetë. Por e vërteta tjetër është që Perëndia im dhe Perëndia juaj, unë besoj që keni të njëjtin Perëndi që adhurojmë gjithë së bashku sot, është Perëndia që i sheshon dhe i shkatërron çdo gjë që është kundër Perëndisë. Ndaj dhe ne sot vim pikërisht me këtë dhe themi kush është Perëndia, kujt i përkasim ne, kë lejojmë ne që të fusim në zemrën tonë. Fe pa pendim, jam besimtar, po pa jetë të transformuar. Jam në kish, sa jam në kish do flas mirë, do sillem mirë, por për dola jashtë është jetë tjetër. Shumë njerëz e bëjnë dhe këtë. Besimi si kulturë, jo si dorëzim. Që të jesh një besimtar, një krishter, do të thotë që ti transformohesh, ndryshon në perëndishmëri çdo ditë. Nuk është një ditë. Formë pa zemër. Pra ti paraqitesh me fasadën e jashtme në mënyrën tënde të mundshme dhe ti mendon se në këtë lloj mënyre ti ke arritur diçka. Por Perëndia thot tjetër. Unë dëshiroj zemrën tënde, unë dëshiroj që fjalët e tua të kombinojnë me dëshirat e zemrës. Si përfundim, në Shqipërinë e sotme, idhujtaria rrallë janë statueja, ajo është ajo që ne besojmë, kemi frikë dhe ndjekim çdo ditë. Ka njerëzit kanë akoma po ndoli mace zezë është fati keq, ters. Po të kryqëzoj rrugën Gjarpri, edhe kjo të sjell ters, të sjell fat keq. Prindrit e mi edhe të afërmit e mi shpeshherë kur kalonte në një gjarpër që të kalonte rrugën, neve do ta ndiqnim, do ta vrisnim, se na ndiqte e keqja, kështu që duhet ta hiqim të keqen me patjetër. Ezekieli pra na thot, këta njerëz kanë ngritur idhuj në zemrat e tyre. Kjo është çfarë po ndodh në 2026 në kohën aktuale që neve jetojmë. Zemrat tona janë shumë të sulmuara, le të themi në këtë lloj mënyre, nga këto, nga rrjetet sociale, duhet ikim nga Shqipëria, duhet shtukim se këtu nuk jetohet, duhet punojmë me patjetër me çdo kusht, as të dielave nuk ka pushim, qa që ka kjo kish, qa që ka kjo adhurim, e qa që kanë këto gjëra. Jo, të punojmë. T'jam ne lega. Qa do hash tani? Ja, dhajtë ti ora ti, dhajtë e gjë. Futen e gjë barkut. Por kisha besimi i vërtet, pra, është të kesh në zemrën tënde Perëndi. Unë e besoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë qenien time, që sa herë kam lejuar Perëndin të jetë Zot i zemrës time, i familjes time, i shtëpisë time, Zoti ma ka bërë mbarë. Edhe kam qenë në paqe. Sa herë që kam tentuar që ta marr unë timonin në dorë, më e vështirë ka qenë, ose e pamundur ka qenë. Edhe jo vetëm këto, se sa më shumë të fokusohesh tek gjërat e jashtme, por ti humbet marrëdhënien me familjen tënde, me bashkëshortin tënd, me bashkëshortën tënde. Bëhesh agresiv dhe sulmon të tjerët, pse ma prishe këtë gjë, unë punoj gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë, jo vetëm shpenzoni, jo vetëm prishni, e kështu gjëra shme. Por nëse neve i mësojmë fëmijëve tanë çfarë janë të vërteta, çfarë janë të mira, edhe t'i mësojmë fëmijëve tanë kush janë prioritetet, atëherë ata do të kuptojnë se çfarë do të thotë sakrifica, se çfarë do të thotë të punosh dhe se çfarë do të thotë të sigurosh për gjërat e mira pozitive dhe gjërat e perëndishme. Ndaj është në dorën tonë çfarë mbushim zemrën. Fjalët e urta, kapitulli 4, vargu 23 thotë ruajini zemrën sepse është burimi i jetës. Pikërisht këtë gjë po përpiqet edhe Perëndia. Perëndia është i drejtë, i sinqert, edhe kur Perëndia është
Perëndi i zemrës tënde, ti je në paqe. Unë do ta mbyll me këtë pyetje sfiduese. Çfarë zgjedh ti sot? Paqen me Perëndin apo rrëmuje luftën për mbijetesë me botë? Zoti ju bekoft.